Përshëndetje. Kam një mesazh për kryeministrin Edi Rama. Edi Rama, ti ke qeverisur dhe ke bashkëpunuar me Ilir Metën duke qenë ai si kryeministër njëkohësisht edhe si president. Unë do sugjeroja këtë. Bëje një amnisti për Ilir Metën, pasi ai sot quhet si një burgosur politik. Dhe si e tillë, siç doli dhe Fatos Nanua, që mori dëmshpërblimin si i burgosur, që i paguan taksapaguesit shqiptar. Njëkohësisht dhe ky nesër do marrë dëmshpërblimin si i burgosur politik dhe do paguajnë mbesat dhe niprit tanë. Bëj amnistin dhe me rastin e Kurban Bajramit. Këtë mesazh të jep Taslimi Mehmeti. Ilir Meta e mori mesazhin në të zgjedhjet e 11 majit. Besoj sepse mesazhi nga presidenti i Republikës së Çambrisë dikush do t'ia çojë në vesh kryeministrit të Shqipërisë. Boll me burgosie. Njerëzit i paguajnë, qytetarët shqiptar i paguajnë burgosjet e këtyre ustallarëve. Faleminderit.